Kur veterani i luftës së dytë botërore Louis Hicks thiri në 911 për të raportuar atë që ai mendonte se ishte një vjedhje e thjeshtë, ai nuk kishte ide se ajo thirrje do të çonte në diçka shumë më tepër se sa thjesht plotësimi i një raporti policie. A jeni gati të zbuloni sekretin që oficerja Chastity Salazar zbuloi në kuzhinën e saj? Një gjest i thjesht, por që rrezikonte jetën e një burri që i kishte dhënë gjithçka vendit të tij. Kjo është një histori që do t'ju prek thellë dhe do t'ju tregoj pse mirësia nuk është kur një detyrë rutinë. Mos e humbisni. Në lagjen e tij të qetë në Austin, Lindor, Texas, Louis Hicks ishte i njohur si zotërie i moshuar miqësor që ndihmonte njerëzit me punën e oborrit dhe bënte bukë misri që të gjithë thoshin se ishte më e mira që kishin shijuar ndonjëherë. Ai ishte gjithmonë i pari që ofronte ndihmë, por vështirë se dikush e kuptonte se ai vetë po luftonte prapa dyerve të mbyllura. Një pasdite ai u detyrua për në derën e pasme të shtëpisë për të marrë disa vegla dhe kuptoi se diçka nuk ishte në rregull. Disa pjesë të pajisjeve të tij kishin ikur. I hutuar dhe pak i shqetësuar, ai thiri 911. Oficerët Chastity Salazar dhe Binokus Kadinas mbritën për të marrë raportin e tij. Ata ishin të sjellshëm dhe respektues, duke dëgjuar me kujdes ndërsa zoti Hicks shpjegonte se çfarë kishte ndodhur. Oficeria Salazar e falenderoi gjithashtu për shërbimin e tij, gjë që solli një buzëqeshje të vogël krenare në fytyrën e tij. Por pikërisht kur ata po përfundonin punën, ajo vuri re një zhurmë të çuditshme. Diçka në lidhje me shtëpinë nuk shkonte. Ajo pyeti nëse mund të shikonte më nga afër, dhe pikërisht atëherë zbuloi diçka që askush nuk e priste. Oficerët e policisë përballen me të gjitha llojet e situatave çdo ditë. Ndonjëherë ata duhet të veprojnë shpejt në momente të rrezikshme kur jetat janë në rrezik. Por ka edhe raste kur gjëja e durr për të bërë duket shumë ndryshe. Në rastin e zotit Hicks, oficerët Salazar dhe Kadinas shpejt kuptuan se veglat e vjedhura ishin vetëm një pjesë e vogël e asaj që po ndodhte vërtet. Louis Hicks ishte një burr krenar që e donte vendin e tij thellësisht. Si një nga mbi 16 milion amerikanët që shërbyen në luftën e dytë botërore, ai kishte qenë pjesë e luftës për të çliruar vendin si Franca, Belgjika, Holanda dhe Danimarka nga kontrolli nazist. Ai dhe të tjerët luftuan gjithashtu në paqësor, duke ndihmuar në dhënje fund të luftës kundër Japonisë. Ai kishte duruar ndoshta të ftohtin ngrirës, ditë të gjata me pak ushqim dhe rrezikun e vazhdueshëm të betejës. Por kur ushtarët si zoti Hicks u kthyen në shtëpi, shumë u përballën me një lloj tjetër lufte, të kuptonin se si të përshtateshin sërish me jeta normale. Louis Hicks kishte shërbyer si në forcat e armatosura, ashtu edhe në marinë. Kur erdhi fundi kohës së tij në ushtri, ai u kthye në shtëpinë ku ishte rritur në anën lindore të Austinit. Pasi nëna e tij ndroi jetë, ai mori përgjegjësinë për të kujdesur për 2 motrat e tija më të vogla. Jetoi thjesht dhe ishte krenar që mund t'i menaxhonte të gjitha vetë. Si figura miqësore e gjyshit në blok, ai ishte i njohur për përdorimin e veglave të tij për të rregulluar biçikletat e fëmijëve. Me kalimin e viteve edhe në 90-tat të tij, Louis ende shihej duke ndihmuar fëmijët me punët e oborrit ose duke dhënë një dorë me riparimet të vogla. Dhe pothuajse të gjithë e njihnin dhe e donin bukën e tij të misrit të bërë me recetë të vjetër. Por në moshën 92 vjeçare, zoti Hicks po arrinte qetësisht pikën ku ai kishte nevojë që dikush të kujdesej për të. Problemi ishte se nuk kishte më njeri për të thirrur. Kjo ishte derisa u shfaqen oficerët Salazar dhe Kadinas dhe kuptuan se diçka duhej bërë. Oficeria Salazar kishte dëgjuar fërshëllimën e butë të sobës me gaz dhe pyeti nëse zoti Hicks ishte duke gatuar, por kur hyri në kuzhinë, ajo pa diçka që nuk i shkonte mirë. Soba ishte ndezur, por nuk kishte as tenxhere, as cigan sipër. Në vend të kësaj, një ventilator i vogël ishte vendosur aty pranë. Ajo e kuptoi menjëherë. Ai nuk po gatuante. Ai po përpiqej të ngrohte shtëpinë. Me mungesën e një ngrohësi funksional dhe një tjetër dimër të ftohtë që pa afrohej, Luisi kishte vendosur të mbështetej në sobën e tij me gaz dhe furrën për të qëndruar ngrohtë në shtëpinë e tij të vogël të vjetër të viteve 1930.
Gjatë asaj bisede dëgjova se fura e tij ishte e ndezur dhe kështu fola me të edhe për këtë dhe e kuptova se ai po e përdorte për ngutje. Pasi kishte jetuar gjatë luftës dhe kohëve të vështira, ai besonte se mund ta përballonte një dimër në Teksas në këtë mënyrë, edhe nëse nuk ishte ideale. Nuk ishte rehat, por ishte diçka. Megjithatë, ajo që dukej si një zgjidhje e vogël mund të ishte kthyer në një rrezik real. Sobat me gaz lëshojnë monoksid karboni, oksid nitrik dhe dioksid azoti, gazra që mund të ndikojnë seriozisht në frymëmarrje dhe shëndetin e zemrës. Përdorimi i tyre vetëm për gatim në një hapësirë të ajrosur mirë është një gjë, por t'i lësh të ndezura gjatë gjithë ditës, siç bënte zoti X, ndërton ato gazra në ajër. Lënia e derës së furrës hapur, siç kishte bërë ai vetëm se e përkeqësonte. Përveç kësaj, krijonte një rrezik zjarri dhe mund të ishte veçanërisht i rrezikshëm nëse kishte ndonjë rjedhje. Zoti Hicks nuk kishte asnjë mënyrë tjetër të sigurt për të ngrohur gjatë dimrit. Ai bëri çmos të ishte i kujdesshëm duke kontrolluar sobën shpesh për të shmangur çdo problem, por edhe kjo i shtonte më shumë stres ditës së tij. Mënyra e tij funksiononte në një farë mënyre, por vinte me rreziqe reale. Mund të kishte çuar në ekspozimin ndaj gazit ose më keq, në fillim të një zjarri. Ndërsa oficeria Salazar qëndronte atje dhe shikonte përreth kuzhinës së vogël, ajo e dinte se teknikisht duhej ta paralajmëronte për rreziqet dhe ndoshta madje ta raportonte situatën. Por gjithçka që ajo shihte përballë saj ishte një burr i moshuar që po bënte çmos për të mbijetuar. Ai nuk po i kërkonte askujt ndihmë. Ai thjesht po bënte qetësisht atë që mundej, edhe nëse do të thoshte të ngrinte gjatë muajve të ftohtit. Një dhimbje e fortë ju formua në gjoks. Ky burr i kujtonte asaj gjyshin e saj dhe mendimi i tij po përpiqej të mbijetonte dimrin kështu, duke mbajtur emocionin që i ngrihej në fyt. Ajo pyeti me butësi zotin Hicks nëse kishte ndonjë mënyrë tjetër për të qëndruar ngrohtë. Ai tha asaj se kishte pasur një ngrohës, por ai i kishte djegur një vrim në tapet herën e fundit që i kishte ndezur. Nuk i ishte dukur e sigurt që atëherë, kështu që ai kishte ndalur ta përdorte. Ai momenti mbeti në mend oficerit Salazar. Ndërsa ajo dhe partneri i saj u larguan nga shtëpia, ai u prek thellë. Një burr që i kishte dhënë aq shumë vendit të tij meritonte të jetonte vitet e tij në paqe, jo i mbështjellë me batanie, duke luftuar për të ngrohur. Më vonë oficeria Salazar foli me oficerin Kadinas dhe të dy ranë dakord se duhej të ndërhynin. Përveç menaxhimit të emergjencave, puna e policisë shpesh prek edhe nevojat sociale. Për fat të mirë, departamenti i tyre kishte lidhje të forta me disa organizata bamirësie lokale. Ata kontaktuan shoqatën e policisë së Austinit, Policet për Bamirësi, si dhe fondacionin e Shën Davidit. Përmes këtyre grupeve, ata arritën të siguronin një ngrohës dhe një njësi kondicioneri krejt të re të dorëzuar direkt në shtëpinë e zotit Hicks. Zoti Hicks ishte vërtet i prekur nga ajo që ata bën. Për vite me radhë, ai kishte menaxhuar qetësisht vetë dhe ai kur nuk mendonte se dikush do të ndërhynte. Duke folur me lajmet më vonë, ai tha: "E uren ti kërkosh dikujt sepse ndonjëherë do të vrejten, por unë jam një veteran i vërtet, nuk do ta kërkoj." Por oficerët tanë me zemër të mirë nuk kishin mbaruar ende. Ata kishin planifikuar më shumë ndihmë për burrin që kishte dhënë aq shumë. Ajo që filloi me një vizitë rutinë për të kontrolluar një vegël të vjetër, përfundoi duke ndriçuar fuqishëm shtëpinë e veteranit të luftës së dytë botërore, Louis Hicks. Historia e oficerëve Justin Salazar dhe Kadinas, që ndihmuan atë shpejt tërhoqi vëmendjen e stacioneve të lajmeve në të gjithë Teksasin dhe më gjerë. Njerëzit nuk mund të ndalonin së foluri për këtë, dhe ndërsa historia u përhap, ajo frymëzoi edhe më shumë njerëz të kontribuonin dhe të mbështesnin një veteran të përulur që dikur kishte shërbyer vendin e tij. Valja e mbështetjes e la Louis Hicks, 92 vjeçar, të emocionuar dhe mirënjohës. Duke luftuar me lotët, ai tha një reporteri: "Do të thotë gjithçka. Gjërat që jam përpjekur t'i bëj që nga vitet e 40 kam kërkuar ndihmë dhe tani ajo sapo erdhi. Zoti është i mirë." Shpejt departamenti i policisë së Austinit dhe zoti Hicks u gjetën të mbingarkuar nga numri në rritje i njerëzve që donin të ndihmonin. Vetëm disa ditë pasi u dorëzua ngrohësi i parë, oficerët Justin Salazar dhe Bino Kadinas u kthyen te dera e zotit Hicks. Këtë herë me lajme edhe më të mira. Dikush kishte dhuruar një oxhak elektrik
që do të instaloj profesionalisht. Së bashku me të erdhen vakte të ngrohta, kafe dhe një pjatë me biskota. Shoqata e policisë së Austinit, Fondacioni Shën Davidit dhe Bamirësia për Policët gjithashtu kontribuan përsëri duke bler 10 ngrohës shtesë për të ndihmuar veteranët e tjerë në situata të ngjashme. Ndërsa gjithnjë më shumë njerëz pyesnin se si mund të kontribuanin, oficeri Bino Kadinas u kthye përsëri dhe sugjeroi me butësi që të punonin së bashku për të hartuar një listë të thjeshtë dëshirash. Zoti Hicks përmendi se kishte nevojë për disa ushqime dhe ca rroba. Në përgjigje, oficeri ngriti një faqe GoFundMe në emër të tij dhe fal bujarisë së njerëzve të zakonshëm, ata mblodhën mbi $10,000 për të ndihmuar veteranin e moshuar. Por mirësia nuk u ndal aty. Një grup tjetër shpejt ndërhyri dhe ata kishin plane më të mëdha për të përmirësuar hapësirën e jetës së zotit Hicks. Kalorësit e lirisë të terapisë së erës, një klub lokal motociklistësh me qendër në Austin, kishin dëgjuar për historinë e tij, të njohur për fokusin e tyre të fortë në mbështetjen e komunitetit. Ky grup drejton një sër programesh ndërgjegjësimi, gjithçka nga shëndeti mendor dhe parandalimi i vetvrasjeve deri tek fushatat kundër bulizmit. Por një nga misionet e tyre më të mëdha është mbështetja e veteranëve, ndërhyrësve të parë dhe zbatimit të ligjit. Ata janë lloji njerëzve që shfaqen në funeralet e veteranëve që nuk kanë më familje të gjallë dhe punojnë për të përmirësuar sigurinë rrugore për oficerët në detyrë. Kur mësuan për historinë e zotit Hicks, ata nuk hezituan të jepnin një dorë. Duke jetuar në të njëjtën shtëpi që nga viti 1936, zoti Hicks natyrshëm kishte mbledhur shumë gjëra ndër vite. Hobiti i gjatë për të rregulluar biçikleta të prishura dhe kositës lënde e kishte lënë oborin plot me pajisje dhe vegla të vjetra. Ndërsa ai kishte dashur gjithmonë të rregullonte ose pastronte disa prej tyre, mosha dhe forca në rënje e kishin bërë më të vështirë për të mbajtur ritmin. Kalorësit e lirisë së terapisë së erës mbritën në shtëpinë e zotit Hicks me një grup vullnetarësh të gatshëm për të filluar punën. Motociklistët të fortë, të vendosur me plot energji, e trajtuan pastrimin e oborit me qëllim të vërtetë. Brenda një kohe të shkurtër, zoti Hicks mund të shihte një ndryshim të qartë. Obori i tij u transformua dhe shtëpia e tij u ndjej freskët. Ekipi instaloi gjithashtu një dritë të ndritshme të jashtme për të ndihmuar në mbajtjen e zonës të sigurt dhe për të dekurajuar çdo thyerje në të ardhmen. Ata madje bën plane për të vendosur një gardh perimetral për t'i dhënë atij mbrojtje, shtesë dhe paqe shpirtërore. Në fund të ditës, presidenti i klubit Luis Rodriguez i dha zotit Hicks një dhuratë të veçantë, një jelek të kalorësve të lirisë të terapisë së erës me emrin Big Papa, të qëndisur me krenari në pjesën e pasme. Oficerët Salazar e Cadines qëndruan në kontakt me zotin Hicks, duke vazhduar të kontrollojnë dhe të sigurohen që ai të ishte mirë. Veprimet e tyre të menduara jo vetëm që ndryshuan jetën e një burri, ato i kujtuan të gjithëve se oficerët e policisë shpesh shkojnë shumë përtej detyrës. Dhe kjo histori nuk u ndal me kaq, për shkak të vëmendjes së medias që mori. Disa nga të afërmit e humbur të zotit Hicks e pan historinë dhe kontaktuan. Ai mund të jetojë ende në të njëjtën shtëpi të qetë, por tani është larg të qenit vetëm. Nëse njihni një oficer që ka bërë diçka më shumë, ndajeni me ne në komente. Do të na pëlqente të dëgjoni.